Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje me superënën e plot në dem në 5 nëntor. Për këtë bëhet fjalë që është tema dhe ftesa për të gjithë. A guxoni të filloni ndryshimet? Dhe në këtë rast, jo për ato që ju keni krijuar dhe shikoni në botën jashtme, por me atë në brendësi të vetes tonë. Kjo superhën e plot, që është e dyta në këtë vit, por që janë dhe 2 të tjera, që do të vi i binjakut në 7-9 dhjetor dhe i Gafores, bëhet fjalë, e Gafori është në fillim të vitit 2026, bëhet fjalë që do të ndjehen emocione të zmadhuara për faktin se është vetë fjala superën, do të thotë që është afër tokës dhe drita e saj është akoma edhe me ndriçuar dhe fuqia e saj ndikon në emocionet tona që janë akoma edhe më të zmadhuara në krahasim me anët e zakonshme. Ndërkohë është kjo superan, duke qenë se ka lidhje me nyjen veriore, dhe ju e dini që nyja veriore këtij viti deri në korrik të 2026 është në shenjën e peshqve dhe ka të bëjë me atë që të gjithë ne jemi të interesuar që jeta e përditshme të jetë e mirë, pra kujdesemi dhe nuk ka asgjë gabim, pra edhe pse është e rëndësishme, por ajo që na fton kjo nyje veriore e peshqve dhe nyja jugore është në virgjeresh, na fton që më e rëndësishme është të gjejmë paqen e brendshme. Dhe në këtë rast bëhet fjalë që ne jemi të ftuar që të lidhemi me veten tonë dhe do t'i kalojmë të 12 hënat, pra a pasapi, ashtu si ndryshojnë stinët e nënës natyrë, pra 4 stinët, ashtu është edhe që do të kalojmë fazat e nënës-ën, qofshin pra të reja, në rritje, të plot në zbeje, por e rëndësishmja është që të lëmë zonën e rehatisë. Ashtu si kurse të fillojmë të përqendrohemi në atë se çfarë ne dëshirojmë, atë që ne, vetja jonë dëshiron ëndërron, ndërkohë edhe të rrisim aftësitë tona, cilësitë tona. Ajo që do të kuptojmë është që ne nuk mund të rrimë më me çfarë ne kemi mësuar, fakti që çdo gjë është në zhvillim, çdo gjë është në ndryshim dhe ne kemi hyrë në afat kohor të ri, dhe kjo është që asgjë nuk mbetet pra e njëjtë. Dhe për këtë ne kemi një ndërgjegjësim të lartë kolektiv të ana e ndërgjegjësim. Pra ne jemi bërë më të ndërgjegjshëm, por çdo gjë në lidhje me botën e jashtme, akoma jo me atë, me veten tonë, me brendësinë e vetes tonë. Dhe në këtë rast këto superëna për të cilën filloj me binjakun, që dhe më falni me dashin që e kaluam në 5 tetor, tani me këtë dytin në dem dhe me të ardhshme në binjak, që mbyll vitin 2025, që do të thotë që për të gjithë ne, çfarëdo lloj që kemi hedhur farën dhe kemi planuar ndryshimet, do të arrijmë ose në një fillim të ri, ose dhe në përmbushjen asaj që përse shpirti na solli këtu. Ndërkohë është që demi është me të vërtetë që nuk i pëlqen shumë ndryshimet, sepse është me të vërtetë që do të rri, pra do të rri qetë në rati. Ndërkohë është dhe tjetra që
ka dhe anën tjetër që kur është këmbgulës për të arritur diçka, pra është pjesëmarrës, lejon që të hyjë në, pra të vazhdoj me sfidat e reja. Ndërkohë, që të gjithë ne, shenja e dytë, që të gjithë ne jemi duke u ngjitur, pra do të shkojmë diku dhe në këtë rast në yjen veriore, pra shëdanti juaj që të gjithë e dini këtë. Dhe jo vetëm me shenjën e diellit, që në këtë muaj është në akrep, në superëna e plot që është tani që po ju jap është në dem, por ne do të shkojmë edhe në ascendantin tonë. Ndërkohë, duke qenë se ne kemi bërë një punë, pra vazhdojmë të ndjekim rrugëtimin tonë të shpirtit, çfarë ndodh? Ju, duke qenë se shakrat janë të hapura, pra shtylla kurizore shakrat janë të hapura, kjo energji super pra energjit janë të zmadhuara, ashtu sikurse edhe simptomat janë që ne i ndjejmë. Dhe në këtë rast, ndoshta gjumi i dobët ose i shqetësuar, ndoshta ndjeni që keni marramendje, dhimbje të shpatullave, mbajtje të lëngjeve në zorët tuaj, po kështu në lidhje me simptoma si të gripit, marramendje. Ajo zemra juaj kur ju pulson, pra rrajet e zemrës e të tjera, që të gjithë jeni unik dhe që të gjithë i ndjeni se. Por një gjë ju këshilloj, janë për të mirën tuaj, sepse ju po kodojni me energjinë e pastër të frekuencave të larta, angjëllore, kristalore, të mençurisë së mësimeve, të vërtetësisë së jetës, dhe të falenderojmë pararësit tanë për dhuntinë e tyre, për mençurinë e tyre që po na ndihmojnë që po rritemi dhe po lidhemi me veten tonë të vërtet. Mësoni që do të ndjeni, sigurisht do të ndjeni emocione të zmadhuara, dhe sidomos për një pjesë nga ju që keni arritur, pra keni ndjekur rrugën e shpirtit, ndjehet trishtimi i humbjes, ndërsa jeni duke lënë pra ato situatat e vjetra. Ndërkohë kjo ju përgatit ju që ju ne të përshtatemi me qëllim që të arrijmë në fazën e re, dhe për një pjesë ndoshta keni arritur, pra ndjeni që është koha që ndjeni më të qetë, pra më të relaksuar. Ndërkohë është që ajo që do të filloni është që do të përgatiteni dhe ndryshimet do të vinë, nëse ju vazhdoni që të ndjeni pra këto simptoma, ndryshimet do t'ju vinë pra në fillimin e kohës së pranverës. Pra çdo gjë është në rritje, në zhvillim, në shërim, nëse ju vazhdoni ndiqni rrugën timin e shpirtit për atë që të gjithë e dini se ku ndodheni. Ndërkohë është që një pjesë nga ju mund të ndjeni që jeni më pak të lodhur dhe në këtë rast jeni duke ëndërruar se ku doni të shkoni, me kë doni të shkoni dhe çfarë dëshironi të bëni. Shenja e tretë ka të bëjë me energjinë e demit. Ndërkohë është që duke qenë se është kjo superën e plot dhe demi është elementi i tokës, dhe ashtu sikurse edhe virgjeresha dhe bricjapi që janë elementi i tokës, është që vetë tokë, pra në këtë rast kanë bëjë me janë me të vërtet të qëndrueshëm, praktik, punëtor, pra vazhdojnë janë këmbgulës, janë me strukturë dhe bindës për atë që dëshirojnë të vazhdojnë e tjera, pra praktik, dhe në këtë rast është dhe demi, dhe duke qenë se demi është në këtë rast superëna e plot, është përballë shenjës së diellit që është në akrep, akrepu udhëheqet nga planeti Pluto, dhe në këtë rast ka dhe trazira dhe ëna e re do të jetë në 20 nëntor, pra në akrep, dhe tema pak a shumë e të dyjave, pra janë përballë, janë nyje veriore, pra demi me akrepin, pra nyja
veriore në këtë rast Demi dhe nyja jugore Akrepi ose dhe kundërta, por gjithsesi të kuptoni një gjë që ka të bëjë me atë që tema e Demit është pasuria, është zotrimet, është dhe vlera, dhe gjithsesi për Akrepin unë do të bëj në lidhje me hënën e re, do të flas më gjerë, por të flasim këtu në lidhje me Demin, edhe është sundues, është planeti Venus ose Afrodita në Shqip, që do të thotë që ka të bëjë me atë që është i bukurisë, i dashurisë, i vollëkut. Dhe në këtë rast është Demit i pëlqen të jenë në dy këmbët në tokë. Shënim, pra jini dhe ju. Pra ndoshta shpirti juaj e ndjen tani që ju doni të jeni në dy këmbët tuaj në tokë. Demit i pëlqen qetësia dhe në lidhje me vendimet që do të marrë nuk nxiton, sepse kërkon të jetë rehat, pra i qetë. Pra nuk nxiton për të marrë vendime. Ndërkohë është që ka një lloj në lidhje, duke qenë se është me pronat, me financat e tjera, kërkon i jep rëndësi pasurisë financiare, sepse ndjehet i sigurt, ashtu sikurse ndjehet i mbrojtur. I pëlqen rehatia, por është edhe një person që e vlerëson veten, sepse ka të bëjë me vlerën, pra jam i mjaftueshëm dhe Demi thotë, unë kam. Ne do t'i kalojmë të 12 ënat dhe sigurisht dhe 13 ëna, por që të gjithë jemi unik. Por ajo që duhet të tregoj është që në këtë rast, si çdo hën, edhe si çdo shën, më falni, edhe Demi ka anët e veta në lidhje me energji të ulta, pra që i kemi që të gjithë këto gjëra, dhe në këtë rast, në lidhje me Demi, bëhet fjalë që është i durueshëm, por në qoftë se ndjehet, pra vjen padurimi, është e nxjerrë me shpërtim, me zemërim, pra edhe pse është i durueshëm, kur i humbe durimi do të zemrohet. Ndërkohë është që ka të bëjë me atë që është kokë fort në lidhje edhe me bindjet e veta, edhe sidomos në lidhje me pasurinë, në lidhje me siguritë financiare të tjera, por edhe me vlerën e tij, pra është kokë fort sepse mund të qëndroj edhe pra është konservator, pra me të vjetrën. Shënim, kjo nënën na kujton që të gjithve, sepse është që shkëlqen në tokë aq shumë, sepse është afër tokës dhe ndjehet akoma më shumë, na jep ne vëmendje që jemi të vëmendshëm se mund të dalin vështirësi në lidhje me heqjen dorë, pra vështirësitë, dhe në këtë rast në lidhje me financat, pra të jemi të vëmendshëm, sepse duke mos hequr dorë nga siguria financiare, ne nuk arrim të realizojmë ndryshimet, pra sepse erim të varur mbas detyrimeve financiare të tjera, dhe ajo që ju kërkon pra Demi në këtë rast është jo vetëm anët e mira, pra në lidhje mos nxitojmë me vendimet, por edhe të jemi të vëmendshëm me humbjen e durimit, pra kujdes, pra dhe në këtë rast edhe me kokëforcim për ndryshime e tjera. Mësoni që një pjesë nga ju që keni bërë një punë të mrekullueshëm do të hyjë në shenjën e 4. A jeni të fiksuar me të ardhmen, dhe në këtë rast është që të gjithë ndoshta keni bërë një punë të mrekullueshme dhe jeni lidhur me ndjeshmërinë tuaj, me dhuratat tuaja, me dhuntin tuaj, dhe tani doni që të krijoni atë që ju ndjeni. Ndoshta për një pjesë nga ju e ndjeni që në brendësi të vetes tuaj, pra është diçka më e madhe që të rret, dhe kjo është që ju kërkoni të ndihmoni njerëzimin duke përdorur veten tuaj të lartë, qëllimin tuaj të lartë të shpirtit, për atë që ndjek në zemër, atë që kërkon zemra juaj, dhe në këtë rast ndoshta jeni të lidhur për të ndihmuar qenien tonë njerëzore, për të treguar që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës.
Ndërkohë është për një pjesë nga ju është ndoshta e ndjeni sepse ne jemi të lidhur me natyrën dhe kërkoni që të kujdeseni për natyrën, ashtu sikurse edhe për mirëqenien e kafshëve, kujdesin e kafshëve. Ndërkohë për një pjesë nga ju, ndoshta ju vini dhe keni pra një frymëzim e tjera, po shënim, kujdes, sepse ndoshta mund t'ju dali ajo që nuk doni që ta vini në praktik për arsye të pra jeni në a ka siguri, a ju sjell siguri financiare. Në qoftë se këto gjëra ndodhin, atëre kujdes dhe ka dyshime, ka pengesa, atëre të jeni të vëmendshëm se kanë të bëjnë me hijet, me besimet tuaja, pra me bindjet, me besimet e kufizuara, dhe në këtë rast kërkohet që të hyni në brendësi të vetes tuaj, sepse një nga këto është edhe frika, pra që kur ju keni pasiguri e tjera që ju dalin këto lloj pengesash, ka të bëjë dhe frika, dhe për një pjesë nga ju ndoshta i keni, pra ndjeni që zemra juaj kërkon të bëj diçka e tjera, por ndoshta ndjeni që kërkoni, pra i mbani këto ide apo çka keni pak si të fshehura për të ardhmen tuaj, se ndoshta e zëm që mund të kërkoni që të rrisni aftësitë tuaja shpirtërore, sepse shpirti kërkon rritje zhvillim. Pra që të gjithë të jeni të vëmendshëm që nëse keni këto gjëra dhe keni pengesa dhe dyshime, dhe pse nga zemra juaj vjen diçka që doni të jeni të fiksuar për të ardhmen tuaj, atëre jeni të ftuar që të lyni akoma më në brendësi për të liruar akoma në emocione që besimet kufizuese që mund t'i mbajnë bindjet tuaja, sidomos nga ana e mendjes, sepse janë hijet mendore, dhe në këtë rast të liroheni me qëllim që të jetë rruga juaj më e lehtë për të vazhduar në atë çfarë dëshironi dëshironi të manifestoni. Ndërkohë është duke qenë se ju bëhet thirrja që nëse keni këto pengesa të hyni në brendësi, do të hyni në shenjën e 5, shërimi i dhimbjeve të skaluarës, pra të dhimbjeve të vjetra që i keni krijuar. Në këtë rast është shëruesi i plagosur Chiron ose Chiron në shqip, dhe ndërkohë edhe planeti Gjuç Eris që ngjan planeti Gjuç Pluto, pra shmotra, se ka të bëjë me atë që kërkon pra të zgjidhim mosmarrëveshjet tona, është pra të hymë, na krijon kriza në lidhje me ato çfarë ne ndjejmë në brendësi, dhe në këtë rast që të dy na ndihmojnë që të ne të heqim bara tek Këshia. Që do të thotë është një lloj kur që të gjithë jeni unik dhe që të gjithë jeni dini që e zëm do të mbjellësh farën e domates, e mbjell. Dhe sigurisht ajo do shërbimin, do të nxjerrë do ujë. Gjatë kohës së rritjes së saj mund të dalin dhe në rritjen e domates mund të dalin edhe bara të këqia, dhe çfarë bëjnë njerëzit, i heqin, pra kujdesen, e heqin barën e këqis që fruti i domates të jetë i shëndetshëm. Kështu është edhe me ne, pra shëruesi plagosur, pra Chiron, por edhe Eris në ndihmon për të liruar nga këto, edhe në këtë rast jemi që të gjithë të thirrur që me të vërtet të kuptojmë nga i kemi këto emocione, pra në lidhje me emocione, pra emocione në lidhje edhe emocionalisht dhe financiarisht, pra që jemi pra të pasigurt, dhe kjo është ne duhet të ndjejmë këto dhe të kuptojmë që ndjenjat pra që nuk ndjehemi emocionalisht dhe nuk ndjehemi edhe financiarisht të sigurt, ka të bëjë me atë që në lidhje për shembull kemi qenë të varur nga prindrit tanë, ashtu sikurse nga partneri juaj ose edhe nga pasiguria që mund të kemi kaluar ne në familjen tonë të hershme. Dhe në këtë rast, në lidhje me familjen tonë, është që
të paktën nga eksperienca ime e kam që unë nuk ndjesh aq sigurt, dhe duke mos u ndjerë sigurt, unë humba besimin. Pra humba besimin jashtë, humba besimin brenda. Pra edhe në këtë rast, pra unë besimin dhe mbyllet zemra, dhe duke u mbyllur zemra, çfarë ndodhi me mua, është që unë fillova të kontrolloj jetën. Dhe ajo që unë, një nga besimet e fuqishme për mua ishte gjatë kohës rritjes së fëmijës time, unë nuk do të lejoj kërkën të më shkeli mua, dhe gjatë këtë e mora me vete edhe gjatë krijimit të marrëdhënies time, dhe jo vetëm në marrëdhënien time që nuk lejoja të më shkelte kukush, edhe kjo ishte që ishin debate si macja me miun, por edhe ishte edhe tjetra besimi që është trup të ndajmë, dhe sigurisht shpirti mësoj mësimet gjatë gjithë praktikës, dhe kjo është për të gjithë ne, sidomos gjeneraca ime e shekullit 20 ndjen këto, dhe çfarë ndodhi është kontrolli jetës nuk ishte ajo që unë u përpoqa se në fund të mundit ku jam sot, por unë e bekoja të rrugë të prishur dhe falenderoj Zotin, edhe kur falenderoj Zotin kam falenderuar zemrën time se kjo zemër u thye dhe kjo zemër hapi rrugët që unë sot jam këtu para jush dhe jam shërues si plagosur. Jo, tani jam shërues me të vërtet për t'ju ndihmuar ju, sepse kam vuajtur vetë dhe në këtë rast ju ftoj ju që të gjithë që të kuptoni që pasiguria që ne kemi është një iluzion. Pra ne kontrollojmë jetën sepse ne kërkojmë që të arrijmë atë që ne ndërrojmë, por në fakt ajo është sabotuese. Dhe në këtë rast është që të gjithë jemi të ftuar, pra në qoftë se ne në qoftë se dikush nga ju si unë zgjodhem që të shkëputemi nga frika, pra të lirohemi nga frika, sigurisht do të ndjehet shënim, do të ndjehet që të tjerët që ne lam, antarët e familjes apo ashtu partneri juaj, pra ndjehen që janë të braktisur, por dhe ju e ndjeni këtë, pra sepse kemi pasur marrëdhëniet, janë ato kodimet, janë energji që ne kemi kaluar gjatë jetës tonë, dhe në këtë rast kërkohet që ne të lirohemi nga këto, pra trauma, drama apo fragmente çfarë do kemi, dhe në këtë rast në qoftë se shpirti ja u nxjerr, mos rezistoni, pra i pranoni dhe falni veten, shërojni, falni të tjerë se lirojni, dhe ndërkohë me mirësi dashuritë i lëm të kalojnë. Ndërkohë, më falni, mund të ndodhi dhe tjetra, edhe në qoftë se ju nuk dëshironi, pra si dikur Diana që është trup të ndajmë, pra nuk dëshirohesha unë të ndajsha, do të vi koha që shpirti juaj do të bërtasi, ose e ndjeni tani që jeni, për shembull, nuk keni dashur ju, por është partneri juaj apo pjesëtari familjes kërkon që të jeti pavarur, dhe në këtë rast edhe veten ti e ndjen veten të braktisur, dhe kujdes se në këtë rast çfarë ndodh ajo që e gjykon veten dhe e kritikon veten sepse ti je fajtore. Pra gjithsesi këto janë që ne do të ndihmojmë dhe tani do të hyjmë në shenjën gjashtë, thyerja e modeleve shkatërruese. Në këtë rast është që duke qenë se jemi në vitin e planetit Marsit, dhe është pra edhe 2 muaj në dorë vjetor, është që ishte tema e planetin Mars, që është vendimtar, është luftarak, është me të vërtetë që të marrin vendim, është që ose ne pra do të fillojmë një fazë të re, ose edhe pra fillime të reja, ashtu sikurse edhe përmbushje. Pra që të gjithë e dini se ku ndodheni. Ajo që kërkohet është ne do të shkëputemi nga modelet e vjetra, nuk mund të ndërtojmë, pra të fillojmë diçka të re në themelet e së vjetrës. Pra kjo nuk mund të ndodhi. Si ta kuptoni, vetëm po marrë në këtë rast marrëdhëniet. Kur marrëdhëniet janë të pra u divorcove dhe nuk e ke shëruar veten, çfarë ndodh? Sigurisht me ato pra bagazhet e vjetra, me bindjet, besimet e vjetra, është që ne kërkojmë që të lidhemi me dikë tjetër, sepse dhimbjen tonë duam ta kalojmë me dikë tjetër. Po kur ne jemi të shëruar, çfarë ndodh? Të pa shëruar, çfarë pra me dhimbje, edhe që lidhemi me një marrëdhënie të re, pra me të re, edhe pse e divorcuar me të re, pa u shëruar përsëri do të vi një kohë që përsëri do të ndihesh që
Pra nuk është ajo që ju dëshironit ose kërkonit. Pse? Sepse energjia e dhimbjeve tërheq dhimbjen. Pra ne tërheqim atë jo atë që bëjmë, po atë që jemi. Pra në qoftë se ti të rroqe një tjetër marrëdhënie, sepse pra me mendje, me iluzioni kujtove që dhimbjet e tua do të kalojnë, pra ajo që ti humbite dhe fillove me të ren, ti të rroqe atë që je. Pra ishe e lënduar dhe të rroqe lëndimin. Dhe në këtë rast i keni dëgjuar që jo u divorcua, u lidh me një tjetër, e përsëri u divorcua, ose më tash e të tjera. Ose edhe me je divorcuar, por përsëri bashkohesh me eksin, por nuk je shëruar, përsëri do të filloj akoma dhe më keq, se më përpara, sepse ju nuk vlerësuat veten, dhe si kur nuk vlerësove veten, pra edhe u ktheve tek partneri me dhimbjet e tua, është që ti pranove, pra përsëri ato dhimbje akoma që do të ndjen edhe më të fuqishme. Prandaj, çfarë ndodh? Ju që jeni lidhur me shpirtin, pra me ndryshimet, universi ju ndihmon, prandaj ndihet faza e zimi shpirtit i dhimbshëm, sepse është me të vërtetë që ne do të lirohemi nga çdo lloj dhimbje. Ndërkohë është që kujdes në çdo lloj marrëdhënie që të jeni, kujdes mos i merrni gjërat duke qeshur, pra edhe pse shpirti është mësuar me ato çfarë, pra me shqetësimet që ju keni dhe ka marrë mësimet, shpesh ju i merrni, pra i kaloni me një buzëqeshje e tjera, gjithsesi herë ta vonë ne do të lidhemi me shpirtin herë dhe me shpirtin do të lidhemi, dhe në këtë rast është planeti Marsit na fton që të gjithëve që me të vërtet, pra jemi të sfiduar, ne do të ecim me ndryshimin pra rrjedhën e ndryshimeve kozmike në frekuencë, pra jo vetëm me ndërgjegjësimit të lartë, por dhe me vibrimet tona, me brendësinë e vetes tonë, dhe kjo është ne do të shkëputemi nga modelet e vjetra, nga çdo lloj, duke hyrë në brendësi të vetes tonë, nga çdo lloj sekreti që ne kemi krijuar, jo vetëm me të tjerët, po dhe me veten tonë, sepse është frika që e mban, pra pavërtetësia për çdo gjë ka krijuar probleme të ndryshme, dhe në këtë rast është që duke u liruar nga modelet e vjetra, nga që ne kemi krijuar vetë, është që ne do të arrim, pra për të hyrë në një fazë të re, do të thotë që ne do të arrim në paqen tonë të brendshme, në sigurinë tonë të brendshme, dhe kjo na jep vetëm atëre ku ne arrim të lirohemi nga çdo gjë, situate vjetër apo modelet e vjetra, në çdo aspekt të jetës, në lidhje me shëndetin, në lidhje me punën tuaj, në lidhje me marrëdhëniet tuaja, po nga çdo lloj marrëdhënie, dhe sidomos në lidhje me varësitë, që mund të jetë pirja i duanit, apo mënyra e të ngrënit jo të shëndetshëm e të tjera, por sa më shumë ne të lidhemi me trupin, me shpirtin, aq më shumë ne vetiu duke jetuar në momentin prezent, sepse do të lirohemi nga çdo gjë që nuk na shërben, ne do të arrim në paqen tonë të brendshme, dhe së fundi është edhe shpirti binjak. Shpirti binjak është që të gjithë e dini që jemi ne, pra ne jemi krijuar nga krijesa me dy energji, është energjia maskullore, mendja, energjia femërore, shpirti, por gjatë rritjes tonë kemi qenë të njanshëm, dhe në këtë rast morëm mësimet, pra të pararsve tanë, në këtë rast me atë që shpirti on ka pas marrëdhënie, prindrit, mësuesit, me kë kemi pat kontakt, ata kanë qenë mësuesit tanë, dhe në këtë rast quhet partner karmik, por i kemi krijuar dhe vetë ne, pra dhe vetë ne, ato gjatë eksperiencës së jetës tonë, pra sekretet tona, ato që ne mbanim, pra nga frika, se mos humni marrëdhënien për të qenë, pra për të treguar të vërtetën, apo për të filluar diçka të re, pra frika e humbjes, frika e braktisjes, frika e angazhimit e të tjera. Të gjitha këto është të kuptoni që do të arrini edhe ju ashtu, më falni, edhe flaka binjake e kemi që të gjithë, dhe flaka binjake është zemra jonë, e kemi që të gjithë me këtë zemër kemi ardhur në këtë jetë, dhe është ajo që në momentin që ne lindim si fëmijë, jemi ëngjëj, pra vim në këtë tokë, është kur fëmija merr frymë, ju tonë të roj, dhe në këtë rast filloj zemra, pra u lidhëm me botën.
pavarësisht se çfarë ne kalojmë gjatë jetës tonë. Tani, duke qenë se ne jemi lidhur, pra pranuam ndryshimet, shpirti jonë, ne do të lidhemi me shpirtin edhe me shpirtin në këtë rast, është do të ndjehet edhe për ne intensive. Dhe për një pjesë nga ju është që ndoshta e ndjeni tani që është frika e humbjes së njëri tjetrit. Po kështu është e ndjeni që ndjehet një lloj trazire në lidhje me atë se çfarë kërkoni, pra keni bërë një punë të mrekullueshme në lidhje me ripërtëritjen e jetës. Pra është një lloj trazire sepse ke arritur, pra janë këto që veprojnë me dy energjitë. Ndërkohë është që ndoshta e ndjeni që doni të jeni pra për të vazhduar një mirësi me të ardhmen tuaj, por ka vështirësi në lidhje me komunikimin. Pra edhe pse kërkoni më të mirën, pra në çdo lloj aspekti të jetës, përsëri keni pengesa në lidhje me komunikimin tuaj. Kujdes, në qoftë se ju jeni pra të ndarë, nuk jeni pra edhe pse keni filluar pra në bashkëpunim me dy energjit, nuk arrini të komunikoni me njëri tjetrin, pra ndjehet e shtypur, ndjehet që ka një lloj zemërimi, atëherë të kuptoni që këto ndjenja ju vinë për arsye sepse i kemi në brendësi të vetes tonë, në trupin tonë, ashtu sikurse edhe në hijet mendore, dhe prandaj vinë të dyja që nuk kanë lidhje me njëra tjetrën dhe ndjehen me zemërim, dhe në këtë rast jeni të sfiduar sepse jemi në një afat kohor që të gjithë që jemi të ftuar të lidhemi me veten tonë dhe të kuptojmë që kjo ndjenjë një pjesë mund ta keni nga divorci juaj, pra ju vin, pra ky zemërim ju del nga që jeni të divorcuar. Një pjesë mund të ndjehet që ju mungojnë prindrit tuaj, ashtu sikurse edhe në lidhje me pasigurinë në familjen tuaj. Tjetër, mund të jeni ju që jeni lidhur me shpirtin tuaj binjak, por jeni në marrëdhënie karmike. Dhe në këtë rast është ajo ndjenja që doni të vazhdoni të kujdeseni për partnerin, për familjen tuaj, për prindrin tuaj, apo edhe për ndonjë antar që është i sëmur. Gjithsesi, edhe pse jeni në këto marrëdhënie, jemi të ftuar që të gjithë që ne të lidhemi me veten tonë dhe të fillojmë të ndjejmë dhimbjet e papërpunuara që na dalin në shpirt. Pra sidomos gjeneracës time, gjeneraca ime ndjen më shumë këto, sepse kemi hyrë në një afat kohor të ri, dhe në këtë rast është ajo që ne do të lidhemi me shpirtin, ne do të hapim zemrën, ne nuk do të rrim vetëm me ndërgjegjësimin pra kolektiv, me atë se çfarë ne kemi marrim nga bota jashtme, por ne do të lidhemi edhe me brendësinë tonë, me shpirtin tonë, me veten tonë. Pra në këtë rast do të hapim zemrën dhe pse jeni në marrëdhënie karmike, dhe pse e ndjeni sepse shpirti merr mision, merr mësimet. Ky është, ne jemi krijuar nga krijesa të tillë me këto dy lloje energjie. Pavarësisht se nga roli viktim ne humbëm veten, pra që në fëmirin tonë apo dhe në zorë në barkë të nënës, nuk ka që të gjithë jeni unik, që të gjithë e dini ku keni arritur, por në këtë rast në marrëdhënie karmike që edhe pse po jetoni të jepni vetes rëndësi me qëllim që të liroheni nga këto lloj dhimbje. Ndërkohë, për shpirtat binjak për të cilët nuk jeni akoma të bashkuar, është ju sigurisht do të ndjeni emocione intensive, edhe në këtë rast bëhet fjalë të hiqni dorë nga xhelozia. Xhelozia mund t'ju vi sepse i keni bërë një punë të mirë me veten tuaj, por akoma nuk keni bashkuar për arsye se jeni duke mësuar që ndoshta binjaku juaj, pra vetja juaj, nuk i përket, pra i përket një familje tjetër, i përket dikujt tjetër. Pra keni filluar të ndjeni dhe ky dikujt tjetër, ndoshta ky dikush tjetër është ndoshta jeni duke jetuar në këtë jetë me binjakën tuaj, që të gjithë jeni unik, që të gjithë e dini se ku ndodheni, por gjithsesi të kuptoni një gjë që në qoftë se ju dëshironi që të jeni pra të ndiqni shpirtin tuaj, pra dëshironi që në të ardhmen të jeni me shpirtin tuaj,
Atëre kjo është një bekim për të gjithë ju, që ju jeni të ftuar tani, që nëse ju doni që të lidheni me shpirtin tuaj, me binjakun tuaj, ne në fillim do të lirohemi pra nga partneri karmik, pra nga ato që ne kemi mësuar, gjithë dhimbjet që ne kemi marrë, biles që në barkë të nënës dhe vazhdim në eksperiencën e jetës tonë, që do të thotë ne do të lidhemi me veten tonë dhe jo vetëm nga partneri karmik në lidhje me atë çfarë ne kemi krijuar, kemi marrë nga të tjerët, por dhe që kemi krijuar vetë, ashtu sikurse dhe do të hyjmë në brendësitë të shpirtit tonë dhe vetëm atëre do të krijohet lidhja me binjakun tonë. Një gjë të dish, kjo sidomos me flakën tonë, kur të lidhemi me veten tonë, do të thotë që ne do të lidhemi me zemrën tonë, me flakën tonë, pra do të bashkojmë anën e majtë. Kujdes, bëhet fjalë në këtë rast që kjo është nuk mund të nxitohet ky proces. Kjo është misioni më i lartë dhe i shpirtit tonë, pra është hynor, u diqet nga plot fuqia hynore. Pra jo të gjithë mund të arrin këtë, por të jemi të sigurt që të gjithë jemi të ftuar dhe mbi të gjitha të kuptoni që do të thotë të lidhemi me shpirtin tonë. Por që të lidhemi me shpirtin tonë, zgjedhja është në dorën tonë për atë që ne dëshirojmë dhe e dyta është sjelljet tona. Pra jo vetëm që ne do të zgjedhim atë që ne dëshirojmë, por dhe si do të sillemi pra në vazhdim të jetës tonë. Gjithsesi, unë nuk do të zjas më këtë video, por unë do t'ju tregoj se sot po shpjegoj që është data 11 dhe është që nuk ka të bëj vetëm me një fillim të ri, sepse janë 3 nishat, nuk ka të bëj vetëm me një fillim të ri, por ka të bëj me atë që ju që keni bërë një punë të mrekullueshme dhe jeni rritur me vetëdijen tuaj, pra me në këtë rast me shpirtin tuaj, do të thotë që ndoshta e ndjeni tani që kërkoni të filloni diçka të re në lidhje me për shembull transferimin tuaj në një vend të ri, ndoshta me karrierën tuaj, pra të filloni diçka të re në lidhje me karrierën, me atë që shpirti juaj, pra misioni i shpirtit dhe drejtimit të jetës, ndoshta i ndjeni që po hiqni, i keni vënë kufin dhe po shkëputeni nga njerëzit që nuk ju shërbejnë ju, ndoshta i ndjeni tani që po jepni rëndësi shëndetit, pra trupit fizik, po filloni të krijoni, të vazhdoni rutinën e bukurisë së higjienës së shpirtit, ashtu sikurse edhe ndoshta keni ide e të tjera për që të vazhdoni në të ardhmen apasapi, që të gjithë jeni të ftuar, ndoshta një pjesë nga ju keni arritur, keni përmbushur misionin dhe drejtimin e jetës tuaj dhe ndjeni që keni hyrë në një cikël të ri të jetës, në ciklin 9 vjeçar, se e mbyllët 9 vjeçarin e parë për të cilën shpirti u zgjoi dhe tani jeni në ciklin e ri 9 vjeçar për vazhdimin në rrugëtimin e misionit dhe drejtimit të jetës tuaj. Gjithsesi, po ashtu dua të flas pak për datën 31, edhe kjo datë ka qenë e mrekullueshme, kush është lidhur me plot fuqinë hynore, pra me veten tuaj të lartë, me atë që ndjek në brendësitë të shpirtit tuaj dhe jeni të hapur në univers për të krijuar tokën e re, botën e re, ku të gjithë jetojmë në liri, në barazi dhe kontriboni me mençurinë e mësimeve të vërtetësisë së jetës, është që jo vetëm që ju jeni lidhur me numrin 13, pra jeni lidhur me mençurinë e mësimeve të universit, por kjo datë 31, ndoshta e kuptoni që jeni lidhur dhe me flakën tuaj binjake, dhe në këtë rast është të falenderoni pararësit tanë për dhuratat e tyre, për mençurinë e tyre që ne na ndihmuan, që edhe pse ishte një rrugë e panjohur, sot ne jemi pra në rrugëtimin më madhështor të jetës për të krijuar atë tokën e re që ta gjithë të jetojmë me zemër të hapur, sepse është jeta më e bukur për të jetuar. Jo vetëm ne që brezat, pra gjeneraca ime që e ndjejnë dhe që është thirrja që na djeg në brendësi, është kjo zemër, këtu e kemi Zotin dhe që të gjithë e ndjeni, por edhe brezat të ardhshëm të jetojnë të lirë në paqe, në dashuri pa kushte, sepse është jeta më e bukur për ta jetuar dhe është kjo një bekim që ne po bëhemi të vetëdijshëm që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.